Me mira produkte të falsifikuara janë bllokuar në dogana të cilat kishin synimin të futeshin në tregun shqiptar dhe të shiteshin për konsumatorët. 103.000 veshje të ndryshme të cilat mbanin emrat e markave të njohura ndërkombëtare janë sekuestruar këtë të njëjtë nga Drejtoria Antikontrabandës në bashkëpunim me Degën Doganore Durrës. Ekspertët e tregut shprehen se falsifikimi i produkteve ndodh shpesh ndër vite në shumë sektor, së fundmi dhe tek barnat, por intensifikimi i kontrolleve po nxjerr në pas situatën në vend. Këpucët, veshmbathja, me sa shoh ka edhe një falsifikim tek parfumeria. Dhe unë do të shtoja edhe tek barnat, edhe këto nuk mendoj që janë të gjitha origjinale. Pra, duhet bëri kontroll i hollësishëm për çdo mall dhe unë them që një nga përgjegjësitë kryesore është dogana. Ajo që mua më shqetëson më shumë është ne po i afrohemi EU-s politikisht. Ne besoj mbas disa vitesh do të hyjmë. A mundet me mallra e marka të falsifikuara të jemi konkurrues në treg? Produktet e falsifikuara ndonse mund të dëmtojnë ekonominë e tregut, sipas ekspertëve, janë tepër të dëmshme dhe për shëndetin e njerëzit. Por si mund të mbrohen qytetarët nga një produkt i falsifikuar dhe si mund ta dallojnë atë? Pse të mos bëjnë secila kompani një investim të vogël e madhe, flas për kompani të mëdha, dhe të jepet në të gjitha mediave. Mos blini në filan vend ose blini vetëm në dyqanet e autorizuara. Kjo vlen për veshje, kjo vlen për ushqime, gjë që është shumë kryesore për jetën tonë. Gjërat do qetësohen, nuk them se do të zhduken, por niveli do të ulet i falsifikimit. Gjatë vitit 2024, administrata doganore ka pezulluar për çlirim në qarkullim të lirë 40.911 copë veshje dhe aksesor, të cilat dyshoj se shkelin një pronësi intelektuale të markave tregtare të ndryshme, ndërsa në 2025 janë kryer kontrolle të ndjeshme, si në Morin Kapshtis dhe portin e Durrësit, në të cilët u ndaluan me mira veshje, etiketa si dhe aksesor të falsifikuar të markave ndërkombëtare.